O vëllezër musliman, sot nuk flas për një muaj të zakonshëm, po flas për një musafir të shenjtë, për një musafir të shtrenjtë, për një musafir të bekuar, për një stin me shire, për një rast shpëtimi, po flas për Ramazanin, muaj që Allah e zgjodhi me muaj të tjerë, ashtu si zgjodhi disa njerëz nga të tjerët dhe disa vende nga vende tjera. Ramazani nuk vjen për të ndryshuar orarin ton të ushqimit, por për të ndryshuar zemrën ton, nuk vjen për të lodhur trupin, por për të shliruar shpirtin. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Khairukum man tala umrihi wa hasunat amalu." Me i miri nga ju është ai që ka mundësi të jetojë gjatë dhe të bëjë vepra të mira. Jetëgjatësia për vepra është diçka e shtrenjtë, ndërsa jetëgjatësia me adhurim është fitore. Jetëgjatësia pa vepra të mira që është Allahu razi me to është humbje, ndërsa jetëgjatësia me adhurim, me nënshtrim, me praktikim të Kur'anit dhe Sunetit është fitore. Ramazani është provë, apo shtojmë vepra apo vetëm po kalojmë ditë. Gëzimi për ardhen e Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i gëzonte sahabët kur afronte Ramazani dhe u thoshte: "Atakum Ramadan, shahrun mubarak." Ju erdhi Ramazani, muaji i begat. Ramazani është dhurata nga Allahu, muaj në të cilën mirësitë shtohen dhe mëshira zbret. Faradallahu alaikum siyama. Allahu i madhrueshëm e ka bërë obligim agjërimin e tij. Agjërimi nuk është zgjidhje, por adhurimi detyrueshëm që na ofron me Allahun. Tuftah fihi abwabus sama. Në këtë muaj hapen dyert e qiellit, veprat dhe lutjet e besimtarit pranohen me lehtë. Wa tughlaq fihi abwabul jahim. Dhe në të mbyllen dyert e xhehenamit. Allahu hap rrugën e pendimit dhe largon dënimin për atë që kthehet sinqerisht. Wa tughlaq fihi maradu shayatin. Dhe në të lidhen në zinxhir djajt e rebeluar, dreshtit e rebeluar, e keqja dobësohet dhe njeriu ka me lehtë t'i bindet Allahut. Ky hadith na tregon se madhështia e Ramazanit ka 4 aspekte. Kjo është e para. Është muaj i bekuar dhe i obliguar të agjërohet. E dyta është koha kur mëshira e Allahut zbret dhe rrugët e së mirës hapen dhe mundësitë për të mira janë më të shumta. Dhe aspekti tjetër i katërt është mundësi reale për pendim, mundësi reale për një pendim të sinqert, sepse pengesa drejt të keqet dobësohet në mas dhe besimtari i agjërues nuk mund të bëjë vepra të këqija. Obligimi i agjërimit dhe qëllimi. Thotë Allahu i lartësuar: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O besimtar, o besim drejt, ju që e dhat besën Zotit dhe as kujt tjetër, jo është bërë obligim borxh agjërimi, ashtu siç ishte obligim edhe para jush që të bëni të devotshëm. Qëllimi i agjërimit nuk është uria dhe etja, por devotshmëria. Nëse agjërimi nuk na bën më të butë, më të durueshëm dhe më të pastër shpirt, atëherë kemi humbur themelin e agjërimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men sama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush agjeron Ramazanin në besim dhe duke shpresuar në shpërblimin e Allahut, i falen mëkatet e mëparshme. Iman do të thotë bindje se Allah e ka dhuruar. Do më thonë, bil iman është me qëllim bindje se Allah e ka obliguar. Kush e ka këtë bindje që Allah e ka obliguar agjërimin? Llogaritje do të thotë se nuk agjëron për njerëzit, por për Allah. Duke llogarit në shpërblimin e Allahut, duke llogarit, pra llogarit do të thotë se nuk ka agjëru për njerëzit, por për Allahun. Agjërimi vërtet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam parlamente dhe thoshte: "Rubba saim laysa lahu min siyamihi illa al-jaw wal-'atash." Sa agjërues ka që nuk fitojnë nga agjërimi i tij vetëm se uri dhe etje. Sa të mirë janë ata njerëz
që nuk përfitojnë asgjë nga ky muaj, vetëm se etje dhe uni. Pra nëse gjuha genjen, nëse gjuha rren gjatë Ramazanit, syri shikon harame dhe zemra mbushet me smir, me gjërat e këqija, agjerimi humb shpirtin, agjerimi humb kuptimin. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ka thënë, agjerim nuk është nga ushqimi, por nga mkati. Pra agjerimi vërtet është kur njeriu abstinent dhe ndalet nga harami. Ramazani muaj i Kur'anit. Allahu thot, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ramazani është muaj në të cilën u shpall Kur'ani. Ramazani pa lexim këndim të Kur'anit është trup pa shpirt. Ibn Mesudi radhiyallahu anhu ka thënë, kush e do Kur'anin e don Ramazanin. Kush e don Kur'anin e don Ramazanin. Imam Euzai u thoshte, kur hyn Ramazani, ne nuk bëjmë asgjë tjetër vetëm Kur'anin dhe ushqimin apo i ushqim të varfët. Pra kështu ishin salafus salih. Namazi i natës që këtu ka për qëllim të radhin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, men qama Ramadanin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush falet, qëndron në adhurim gjatë muajit të Ramazanit me besim dhe duke shpresuar shpërblimin e Allahut, i falen mëkatet e mëhershme. Namazi i natës është takim i fshehtë me Allahun, është takim me Allahun te bareke ve taala. Hasan al-Basriu ka thënë, nuk ka gjë që e pastron zemrën si qëndrimi i natës para tij, para Allahut te bareke ve taala. Prandaj njeriu që vjen këtu dhe i nënshtrohet Allahut dhe gjatë ditës ka agjeru dhe fal namazin natën, i bindur se po qëndron para Allahut, vërtet ai ka mbush zemrën e tij dhe ka arrit synimin e agjerimit të tij. Aqulu ma tasmaun wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisailil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Falenderojmë Allahun te bareke ve taala. Salatu e selam i dërgojmë te dërguarit ton alayhi salatu wassalam. Do të flas edhe shkurt për lutjen e xherusit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, thalatha la turaddu da'watuhum as-saimu hatta yuftir wal imamu al-adil wa da'wati al-madhlum. Tri lutje nuk refuzohen te Allahu te bareke ve taala. Janë pa kthyeshme dhe të pa refuzueshme. Lutja xherusit deri në iftar. Prandaj o vëllezërit e mirë, o njerëz të mirë, shfrytëzoni këto çaste në lutje në adhurim, sepse këto ditë shkojnë dhe nuk kthehen kurrë më. Pra, gjatë ditës shfrytëzoni në lutje, pra lutja xherusit deri në iftar. Lutja udhëhecit të drejtë që lutet për popullin e tij dhe lutja e të dëmtuarit, atij që i bëhet pa drejtësi. Prandaj duhet me pas kujdes që këto ditë mos t'ju bëjnë tjerëve dëm, sepse lutjet në agjerim, edhe duke qenë që bëjmë zullum, nuk kthehen mbrapa. Ky hadith na mëson se koha e agjerimit, veçanërisht momenti para iftarit, është koha e artë për lutje. Prandaj ne ta shfrytëzojmë në magfiret dhe t'i lutem Allahu te bareke ve taala sinqerisht për gjunat tona. Dhe ai i din më së miri se cilat janë ato, prandaj ta lutim Allahun sinqerisht. Prandaj xherusi duhet ta shfrytëzoj këtë çast për të kërkuar falje, udhëzim, mëshirë te Allahu te bareke ve taala. Ramazani është koha për të kërkuar falje, udhëzim dhe qetësi të zemrës. Bujaria dhe mëshira. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, men fatara saimin kana lahu mithlu ajru. Kush e ushqen një agjërues, ka shpërblimin e tij. Pra, paja mund kësu ati asgjë nga xherimi. Prandaj edhe solidariteti dhe bujaria dhe mëshira në Ramazan kanë kuptimin e vet. Ramazani na mëson të mendojmë për atë që uria e kanë çdo ditë dhe ta mendojmë fukaran se çdo ditë ai e ka një hall të tillë, ndërka që ne për një muaj kemi mundësi të jetojmë disa qaste se si ai përjeton jetën e tij në këtë dynjë me varfëri dhe me skamje. Ibn Rejebi ka thonë, Ramazani është shkollë e dhënshurisë
Ramazani është shkollë e dëmshurisë. Nëse dikush të dhimbet, atëherë mund të aprovosh këtë shkollë dhe këtë metodë gjatë këtij muaji. Pastrimi i zemrës, Allahu thot: "Illa man ata Allah bi qalbin salim", vetëm ai që vjen tek Allahu me zemër të pastër. Fudali ibn Iyadi ka thonë, zemra e pastër vlen më shumë se sa vepra. Zemra e pastër vlen më shumë se sa vepra. Ka shumë njerëz që bëjnë shumë vepra, por zemrat e tyre janë ngursume, janë zemrat e cilat nuk shijojnë ëmbëlsinë e besimit. Prandaj vëllezër të mi, me besë dhe me bindje të sinqertë, me sinqeritetin më të madh dhe me shijen e zemrës, njeriu arrin atë që nuk mund të arrijë me veprat e tija. Komenti i kësaj është se Ramazani është operacion i zemrës, jo vetëm agjerim i bartut. Pra ta kuptojmë se Ramazani është operim i zemrës, jo vetëm agjerim i bartut. Për fund, o Allah, na bëj Ramazanin muaj të pendimit të sinqertë. Na pastro zemrat nga sfira, nga urrëtia, nga xhelozia, nga hipokrizia. Na fal mëkatet e mëdha dhe të vogla, të dukshme dhe të fshehta. O Allah, na bëj Kur'anin shok të zemrës tonë, qetësi të shpirtrave tonë, na jep kënaqësinë e namazit dhe ëmbëlsinën e lutjes. Na bën për atyre që i shilohet nga zjarri e Allahu te barekuhu ve taala. Çdo ditë robër liron nga zjarri i xhehenit. O Allah, mos na bëj për atyre të privurve nga Ramazani, mos na privon nga ky muaj, mos na lejo të dalim prej tij pa u falur nga të gjitha mëkatet. Pranoj agjerimin ton, namazin dhe veprat tona, sadakat tona, lutjet tona dhe kërkim faljet tona, ya Rabbel Alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة